Por zgjedhjet të morën kriminalët ty. Çfarë do një vërtim? Tani mo të zgjedhjet e pjesshme, zgjedhjet të morën kriminalët kur ti syre fare zgjedhje. Mbështetëm kandidatët e pavarur. Po nuk e turp. Po pse çaj NGO-je ti mo? Po Të mbështet ka, po s'ke turp. Mirë, nuk po them unë. Po s'ke turp. Nuk është e drejtë ke turp, pas ke po çike këto. Po ç'është them? Po ti je forcë politike mo. Ti duhet të ishte zgjedhje. Ai mbështeti. Mbështeta. Ja pra ja ta them. Po shiko ti je kaq i pacip sa ftuash ne mbështetëm këta. Për shkak. Po çfarë do të thënë kjo mo? Ja, ky kurse përballon dot këtë. Po është e pacipshmëri të thuash ne mbështetëm këta. Sepse ti duhet të marrësh pjesë. Duhet bashkoheshin me këta. Çka ka? Ti do rinovosh apo jo? Ali Mehmeti ishte njëri tjetër kreti. Ai tha ishte bullallëk tha kjo që bëm. Ali Mehmeti mo. Zotni Bur, ishte bullallëk ai që bëm. Qëndrim për thuaj edhe ti mor Bur se është turp. Për të respektuar. Nuk është mirë për ty mo. Po do them ma dëgjoj pak më. Nuk është mirë për ty mo apo është keq. Po do them këtë gjë, që Partia Demokratike për shkak se partitë e tjera kërkuan këtë formulë për të bërë bashkimin gjetë këtë zgjidhje. Unë s'po them ai ishte apo si ishte suksesshme. E di si është. Rama është se ka këtë Ronvelia që ka shit fiq. Dhe kanë një gjë këta. Domethënë i vën fiqtë mirë sipër dhe mufkat poshtë, se këtë i bëj, ka troplinët poshtë. Kurse ky vë mufkat sipër valla. Ky çashet ky. To i shikon aty mufkat e këtij dhe të merohet njeriu. Të këtij nuk i shikon më. I mbulon ky më. Nuk i mbulon. Këtë gjë se ka lidhur me. Ne gjithë tim nga buron se nuk ka zgjedhje në këtë po diskutojmë. Po të zgjedhje këtu Rama e ka vrarë karrierën. Po i kërkojmë më tepër se ç'i takon Salian. Ja vrarë karrierën ndoshta ne përgjegjësinë. Tela tha fjalën më të saktë këtu zotëri, ne s'kemi që bëjmë i bjem Samarit. Gomarit i bjem Samarit. Ti të thresim ty këtu, ti që do bësh? S'ka gjë më shumë përfaqësuesi i Partisë Demokratike jam që orë diskutime është ky. Ju mendoni çfarë diskutime bjeri legjeni thua? Çfarë do them? Po çu lidhje ka më tani ne duhet bëj. Po çfarë ndryshon gjë? Po drejt tani problemi është duhet këtë debat që po bëjmë ne këtu duhet ta bëjmë. Tani një pyetje tjetër ndryshimi kështu bëjmë çdo ditë bëjmë. Tani un kam një pyetje për ty Salian. Hapur. Dua të më tregosh i vërtet. Me analizën publikisht, nëse. Tregojmë vërtet i vërtet. Jo, dhe më mos tregosh se. Jo, ti e tregu. Ti e tregu tash më i vërtet se ç'duhet. A ekziston në ndonjë mundësi, ke mundësi që Partia Demokratike të ndahet nga doktori? Apo kjo është një pronë e tij dhe që e ka fatin të saktuar pra të vdes bashkë me të. Ka ndodhur në gjithë Evropën lindore. Kjo punë, edhe në botën tjetër. Në shumë në gjithë rrugë. Ka përgjigjen apo të? Jo, përgjigjen e ke ti. Faleminderit. Unë them që ka vetëm një mënyrë se si vota. Patjetër, kush do, unë ta mund me vot. Nuk ka një mënyrë kështu ik, s'do, si do. Bravo. Ç'është ky diskutim? Teremiri aty ku je. Nëse është bëj një pyetje. Nëse është mund të ishën me votën. Patjetër. Është partia e Berishës. Atëherë nëse nuk e mund dot me vot, do të thotë që ky thotë të mund veten me vot thotë. Jo, më ta mund, cili do që mendon që doktori premtoi një gjë. Ikili ta mund me vot. Berisha premtoi një gjë kur mori partinë. Tha që ne do legalizojmë fraksionet. Pse s'bën një fraksion aty më valla, një fraksion për ndryshim më valla dhe do të ketë përfaqësi, do të bëhen zgjedhje në bazë. Fraksione këtë mund të harrafin 3 herë ditën aty. Po pra, po se tash mund të vër flamuri njerëz të haj dru Saliani 3 herë ditën ti thua. Se statut. Mund të harrafin 3 herë ditën. I bën moli. Po s'ka lidhje me fraksion ose edhe biletë protestoj. Thonë çfarë mendojnë. Biletë brej protestë publike që na harrafën Saliani. Tani sot Shqipëria hapi kapitulin e fundit dhe ai kishte marrë ato 2 gratë. Tani për te Majlinda Kosin. Ja të përgjigj. Kishte marrë Majlinda Kosin dhe një tjetër. E thua atë dhe pas e bën lajm vet, se e ke edhe titull vet. Nuk është pak e vështirë që të kem unë kështu problemesh. Po unë po të them që mund të harrafësh ti flamurin, mund të ndodhe kundërta. Mund ndodhe kundërta. Kjo ka dalë me huat. Çështja urrak ky su urrak ky. Ktu ka një diskutim. Si ta bëjmë që Partia Demokratike metafor, nuk të revërtet më jo. Po e bëjmë në mënyrë metaforike, po ta them edhe unë. Metafora. Tani, këtu nuk është çështja se si të nxjerrim inatët. Këtu është puna që a e bëjmë dot që opozita të jetë jo kompetitive, po të arrijë të rrëzojë Edi Ramën, më këtë shqetësim kam unë. Po kështu. Ndryshe hajde vi dhe unë këtu me ju, e them gallat për na, lem atë punën. Por ndryshime nuk bën për gallat, për çfarë? Po çfarë do them unë? Hajde. Ai nuk është se nuk bën të emrat pasaj, edhe. Tani ai duket aqërat. Ju i batut unë ca të tjerë. Salian, duket aqërat, sa kishte marrë Majlinda Kosin, edhe një ministër në jashtëm Danimarkës. Marta Kos, fal. Edhe kush ai? Rama. Kishte marrë këto 2. Ju kështë quar dhe një verë që kishte bërë etiketën e kishte bërë Rama. E pat jo? Të erë shqiptare, puro. Originale dhe?
Ja u tha atyre o zotri, edhe ministres jashme Danimarkës dhe ministre jashme Danimarkës tha, Qa solli kjo për Shqipërinë? shpejtësia në të cilën Shqipëria, tha, po ecën, Ishte mahnitur Marta Kosi. ishte manitur, sidomos kjo. Dhe Marta Kosi ishte manitur më përpara, po kjo u manit sot. Kjo e Danimarkës. Tani këta do të marrin e dramën dhe do të çojnë, se është rregull tani që do shkoj patjetër me gjendjen e Rusisë, gjitha këto ti e kupton më mirë se ne, se e politikan. Pra, Shqipëria shkon në Bashkimin Evropian. Se dhe vetë Bashkimi Evropian ashtu po shkon. Tani, ju ku do shkoni, o dha, tani qa do bëni, do merrni këta foltore. Edhe këta në Bashkimin Evropian, Ju e ku, apo, që nga përfitimet e nuk është keq për ju. Si e mendon tani di këtë? Ajo mori verën, të verës. S'mendon më për pranimin Bashkimin Evropian, se këto gjërat, se ne po shkojmë, ne shkuam aty. Dakor, po, dakor. Për arsye strategjike... Shkojnë gjithë o burë, nuk për ka të rëndësi. pësë troplinët bashkë. Dakor. Aty i këtë gjithë. Se këtu do mbetemi, Bashkimi Evropian quhet, po, jetojmë prapë këtu. Si e mendon tani ti këtë? Unë mendoj që kjo nuk është çështje vere. Apo jo. As të flasim sikur e kemi pirë shishën e verës. Jo, u hap kapitulli i fundit. Po pra, unë mendoj që Bilezi fryt dhe qiri, dhe kishtë dhe sort. Shqipëria nevojën për anësimin në Bashkimin Evropian nuk e ka vetëm, po themi, propagandistike apo për dalë për të nua. Por e jeni dakord ju të Po për të jemi në Bashkimin Evropian. krijuar institucione të forta dhe për të pasur institucione dhe jetë siç e kanë vendet e Bashkimit Evropian. Apo jo. A është Shqipëria e gatshme për të hyrë në Bashkimin Evropian për shkak të përmbushjes Se nuk do rinde shumë, se po më shkruan Monika Kryemadhi nga poshtë, Se do ta shohim. që ne do shkojmë në enë, thotë, jo në Bashkimin Evropian. Do me thënë, erdhi koha që të fillojmë pjesën e dytë. Po pra, më thuaj edhe çka ke për të më thënë që ti ikim. Tani si e mendon ti, Partia Demokratike tani mundësi ekziston në duket si kur Partia Demokratike tani është më dobët se Partia Demokratike e Lulbashës. Si të forcohet kjo parti? 2-3 gjëra, thua ti? Duke ndryshuar. Duke ndryshuar, thua. Patjetër, jo vetëm duke bërë edhe Doktorit e ka thënë që të ndryshoj ajo. Po them këtu te ju, jo më Te ne. Po, e kam thënë prej kohësh. Ja ka thënë. Edhe aty ku janë, po them, institucionet e partisë, që Partia Demokratike duhet të ndryshojë. Se kemi një problem, ore. Saliani është normal, vjen dhe thot gjëra. Këta që nuk thonë gjëra janë detyrë, më thënë, po ti nga që jemë surrës në këshuar. Ata nuk vinë, jo. Ata kanë pozicione për trujt. Kanë pozicione për trujt, ata. Ti s'ke që ruan tani, ata ruajnë pozicionet. Në rregull. Ikën pozicioni, o zotri. Po nuk ikën, se nuk kanë mandat, se ke kuptuar. Nuk ikën mandat. Sekretari përgjithshëm, o zotri tani. E ti që me thënë sekretari përgjithshëm. Ai bën betejën Numri 2, o zotri. Kanë edhe mandatit tjetër. Ka bërë betejën e vet ashtu siç mendon.